Një tjetër e dhënë e rëndësishme mbi ekzistencën e kësaj kishe dhe emrit të saj na jep Theophan Popa në veprën e tij mbi shkrimet të kishave të Shqipërisë. Në faqen 110 lexojmë: U ngjidhi kishës së taksiarkëve, kryeëngjëve, që është më lindje 1786. Mbi shkrimi gjendet i gravuar mbi kapakët e një ungjilli me pjesë prej argjendi që ndodhen në kishën e ungjillëzimit në Kozar të Beratit. Ka shumë të ngjarë që ky ungjill të jetë i kishës së Shënmërisë së Dragotit Dumre, që ndodhet 4 kilometër në lindje të Kozarës e që duhet i ketë qenë kushtuar mbledhjes së kryeëngjëve dhe jo Shënmërisë, sikurse konsiderohet sot. Me të vërtetë, në ikonastasin e kishës së Dragotit, në vendin e ikonës së festës së kishës, ndodhet një ikonë e mbledhjes së kryeëngjëve dhe jo e Shënmërisë. Në mbështetje të kësaj teze, duhem konsideruar dhe data e ndërtimit të kishës, 1782, dhe datat e ikonave e të ikonastasit 1785, që janë të afërta me atë të ungjillit. Kalimi i ungjillit nga kisha e Dragotit në anë të Kozarës mund të jetë bërë nga kujdestarët e kishës, ka shumë të ngjarë mbas zhveshjes së Katullit Dragot nga popullsia e krishterë.